Alba futet në një debat të nxehtë me Claudin dhe situata mes tyre tensionohet nga sekonda në sekondë. E nervozuar dhe e acaruar nga komentet e tij, ajo nis ta ofendoj Claudin me tone të ngritura, duke e provokuar dhe duke u përpjekur t'i prek nervat. Në mes të debatit, Alba i thot Claudit me ironi se ai qen ka shumë i afërt me lëndrimin dhe se, sipas saj, duket sikur ata të dy kanë një lloj lidhjeje më të fortë se ç'tregojnë para banorëve të tjerë. Ajo e përdor këtë si mënyrë për ta goditur emocionalisht gjatë debatit, duke pretenduar se Claudi dhe lëndrimi mbajnë diçka të fshehtë dhe nuk duan ta pranojnë hapur. Alba e thot këtë me një qëndrim provokues. Thjesht për të ndezur më shumë situatën dhe për ta vënë Claudin në siklet, Claudit i ngrihet menjëherë toni dhe ai e kundërshton Albën, duke i thënë se ajo po shpik gjëra vetëm për ta provokuar dhe për të krijuar dramë të panevojshme brenda shtëpisë. Ai i shpjegon se ajo po përdor supozime boshe për të bërë zhurmë dhe për të ulur të tjerët, gjë që, sipas tij, po e tregon qartë se Alba është e gatshme të shkojë shumë larg vetëm që të fitojë vëmendje. Ndërsa debati vazhdon, banorët e tjerë i shikojnë të tensionuar atmosferën, sepse duket qartë se asnjëri prej tyre nuk ka ndërmend të tërhiqet. Alba vazhdon me komente të nxehta, ndërsa Claudi përpiqet t'i shpjegojë se ajo ka kaluar kufirin me fjalët e saj. Shtëpia ndizet dhe debati i tyre kthehet në një nga momentet më të diskutueshme të ditës. Claudi hyn në debat me Albën pas një situate që ndezi keq atmosferën mes tyre. Ai, i irrituar nga fjalët dhe komentet e saj të vazhdueshme, i drejtohet Albës me një ton të ashpër, duke i thënë se ajo po sillesh si një kasetofon i prishur që përsëri të njëjtat gjëra pa pushim. Claudi i kërkon asaj ta mbyll gojën për pak dhe të mos flas kaq shumë, sepse sipas tij ajo po krijon vetëm zhurmë dhe tension të panevojshëm në shtëpi. Ndërkohë, Alba nuk rri e heshtur, ajo i kthen menjëherë përgjigje, por Claudi vazhdon duke i thënë se ajo duhet të mësojë të dëgjojë dhe të mos ndërhyjë në çdo bisedë, sepse kështu vetëm sa i acaron të gjithë. Ai i shpjegon se banorët janë lodhur nga komentet e saj të pandalshme dhe se nëse ajo vazhdon me këtë sjellje, debatet do të bëhen edhe më të forta. Atmosfera mes tyre nxehet çdo sekondë, por Claudi vazhdon ta mbajë qëndrimin e tij, duke ia bërë të qartë Albës se ajo duhet të qetësohet dhe të kuptojë se nuk është gjithmonë e nevojshme të flasë pa ndalur. Ai i thotë se nganjëherë heshtja është më e vlefshme se 1000 fjalë, sidomos kur ato fjalë sjellin vetëm konflikt dhe tension në shtëpi. Sasa nis një debat të nxehtë me Labinotin pas një keqkuptimi mes tyre dhe tensioni rritet me shpejtësi. Ajo e shikon drejt në sy, dukshëm e irrituar, dhe i thot me një ton të ngritur se sipas saj ai është një njeri shumë i keq në sjellje dhe në mënyrën se si i trajton të tjerët. Sasa vazhdon duke i bërë të qartë se nuk i pëlqen as pak mënyra arrogante me të cilën ai ndërhyn në biseda dhe krijon debate të panevojshme, ndërsa debati bëhet më intensiv. Sasa i thot Labinotit se ai nuk tregon asnjë lloj burrërie në sjelljet e tij dhe se, sipas saj, ai sillet më shumë për të provokuar sesa për të zgjidhur situata. Ajo i shpjegon se banorët janë lodhur nga mënyra e tij e ashpër dhe se është momenti që ai të kuptojë ndikimin negativ që ka tek të tjerët. Labinoti mundohet të kthehet me argumente, por Sasa nuk e lë të vazhdojë shumë, duke i bërë të ditur se e ka tepruar me sjelljet e tij ditët e fundit. Ajo thekson se nuk po e ofendon kot, por po i thot hapur atë që shumica mendon, mirë po nuk guxon ta thot me zë. Atmosfera bëhet gjithnjë më e rëndë, ndërsa disa banorë vëzhgojnë situatën nga larg, të habitur se sa shpejt debati u ndez dhe sa e vendosur është Sasa të thot mendimin e saj deri në fund. Lëndrimi fillon një debat të ashpër me Elionën, pasi mes tyre tensionet janë rritur prej ditësh. Ai ngrihet në këmbë, i irrituar, dhe me një ton kritik i thot Elionës se sipas tij ajo vetëm qanë sa herë lind një problem, dhe se në çdo situatë paraqitet si viktimë. Sipas lëndrimit, ajo nuk përpiqet të përballet me gjërat, por i shmang, duke u mbështetur vetëm te emocionet. Ndërsa Eliona përpiqet t'i shpjegojë se ajo thjesht është më e ndjeshme dhe se nuk i përballon dot gjithmonë presionet e shumta në shtëpi, lëndrimi e ndërpret dhe i thot se kjo sjellje sipas tij është e tepruar.
Ai vazhdon duke i kërkuar që të forcohet, të tregoj më shumë pjekuri dhe të mos reagoj për çdo gjë me lodh. Shton se në shumë raste ajo sillet ende si fëmijë dhe për këtë arsye i kërkon të rritet dhe të marrë përgjegjësi për mënyrën si komunikon me të tjerët. Eliona, e prekur nga fjalët e tij, mundohet të mbrohet, por debati vetëm sa nxehet më shumë. Lëndrimi vazhdon me argumentin e tij duke i thënë se nuk ka asgjë personale, por se ajo duhet të ndryshojë qasjen ndaj situatave, sepse sipas tij kështu nuk mund të vazhdohet. Ai i shpjegon se të gjithë banorët kanë presion dhe vështirësi, por nuk e përballojnë gjithmonë me lodh dhe drama. Atmosfera bëhet e rëndë, Eliona irritohet dhe lëndohet nga kritikat, ndërsa lëndrimi qëndron këmbëngulës, duke insistuar që ajo duhet të tregojë më shumë forcë dhe të mos e përdorë prekshmërinë e saj si mbrojtje në çdo konflikt. Edi hyn në një debat të fortë me Labinotin dhe tensioni mes tyre ndihet që në momentet e para. Edi i drejtohet Labinotit me ton serioz, duke i thënë hapur se ai e shikon qartë që Labinoti po përpiqet ta provokojë me çdo mënyrë dhe ta nxjerrë nga vetja. Sipas Edit, çdo koment, çdo shikim dhe çdo veprim i Labinotit është i menduar për ta acaruar dhe për ta futur në situata të pakëndshme brenda shtëpisë. Edi vazhdon duke i thënë se kjo sjellje nuk është korrekte dhe se Labinoti po tregohet djalë i keq në mënyrën si sillet me banorët, sidomos me të. Ai i akuzon se po krijon drama të panevojshme vetëm për të tërhequr vëmendjen dhe për të bërë që njerëzit të flasin rreth tij. Nga ana tjetër, Labinoti nuk qëndron i heshtur, ai përpiqet të justifikohet dhe të thotë se Edi po e interpreton gabim çdo gjë, por Edi nuk tërhiqet. Ai i qëndron bindjes së tij se Labinoti ka një qëllim të caktuar, ta shtyjë Edin të reagojë keq para të gjithëve. Debati mes tyre zgjatet dhe të dy këmbëngulin në mendimet e veta. Banorët e tjerë i shikojnë me vëmendje, sepse duket se marrëdhënia mes Edit dhe Labinotit po përkeqësohet gjithmonë e më shumë, dhe ky konflikt po kthehet në një nga përplasjet më të forta brenda shtëpisë. Dolce zgjohet nga gjumi herët në mëngjes, dhe që në momentin që hap syt, duket e tronditur. Syt i ka të mbushur me lot dhe fytyra i dridhet nga mërzitja. Ajo mundohet t'i fshijë lotët me duar, por emocionet janë aq të forta sa nuk arrin të ndalet. Zëri i dridhet teksa rri ulur në shtrat e mbështjellë me batanie, duke marrë frym thellë që të qetësohet. Ajo e di që dita e sotme nuk është një ditë e zakonshme. Sot është momenti që do të largohet nga shtëpia dhe do të udhëtojë drejt Grande Fratello Italia, dhe kjo gjë e emocionon, por edhe e rëndon shumë. Ndjesia e largimit, e ndarjes nga banorët që ka kaluar ditë e net me ta, e bën të ndihet bosh. Dolce nis të flas me vete me zë të ulët, duke thënë se nuk është gati të largohet, se po i dhem fakti që do t'i lërë të gjithë pas, sidomos Edin me të cilin ka ndërtuar një lidhje. Ajo prek jashtëkun ku ka fjetur çdo natë dhe qesh paksa mes lodhëve, duke kujtuar momentet e lumtura. Banorët fillojnë të zgjohen dhe shohin që ajo është përlotur. Disa afrohen ta pyesin çfarë ka, dhe Dolce mundohet të buzëqesh, por sytë e saj e tregojnë qartë se sa e mërzitur është. Ajo tregon se ndihet e ndarë mes dy botëve, dëshiron të shkojë në përvojën e re, por një pjesë e saj nuk do të largohet fare, ndërsa përgatitet, merr frym thellë dhe përpiqet të qetësohet. Por përsëri lotët i rrjedhin. Është një ditë e rëndësishme për të, një ditë me emocione të përziera, ku gëzimi dhe mërzitja përplasen me njëra tjetrën, duke e lënë Dolcen të prekshme dhe të ndjeshme që në momentin e parë të mëngjesit. Eliona ulet në divan, me sytë e mbushur lodh dhe me frymëmarrje të rënduar. Ajo duket e dëshpëruar, duke u përpjekur të përballojë ndjenjat që e kanë kapluar papritur. Me një zë të dridhur, ajo fillon të rrëfejë emocionet e saj më të thella. Më mungon shumë mami, thot ajo, duke ulur kokën dhe duke fshirë me dorë lotët që i rrëshqasin poshtë faqeve. Ndërsa fjalët dalin nga zemra e saj, syt i shkëlqejnë nga lotët dhe një trishtim i thellë duket se e ka kapluar çdo pjesë të trupit të saj. Ajo vazhdon me zërin e dridhur, duke treguar se sa shumë e ka ndjerë mungesën e nënës së saj që nga viti kur ajo ka ndëruar jetë. Çdo fjalë duket sikur e lëndon më shumë, sepse kujtimet dhe dashuria për maman janë ende shumë të forta. Nuk ndalet. Nuk ndalet kurrë në zemrën time. Sa herë që mendoj për të, ndjej boshllukun që më ka lënë. Mami im, dua ta shija përsëri, dua ta përqafoja. Por nuk mundem, thot Eliona, duke qarë pa pushim. Banorët e tjerë e shikojnë me dëmshuri dhe disa afrohen për ta përqafuar, duke i dhënë mbështetje, por asgjë nuk mund të zëvendësojë mungesën që ajo ndjen.
Lotët e saj vazhdojnë të rrjedhin ndërsa ajo përpiqet të përballojë dhimbjen e madhe dhe dashurinë e paplotësuar për maman e saj. Në këtë moment, dhoma e shtëpisë mbushet me një qetësi të trishtë, sepse të gjithë e kuptojnë se ajo po përjeton një dhimbje të thellë që nuk mund të zbutet me fjalë të thjeshta. Lotët dhe rrëfimi i saj tregojnë një lidhje të pazvendësueshme dhe një vuajtje që mbetet në zemër për një kohë të gjallë. Labinoti ulet pranë Albës në obor, aty ku ajo po pinte kafen dhe po shijonte pak qetësi pas gjithë debateve të ditës. Ai afrohet me një buzëqeshje ironike, sikur ka diçka sekrete për t'i thënë. Alba e vëren menjëherë energjinë e tij dhe qesh lehtë, duke pritur që ai të fillojë bisedën. Alba, thot Labinoti me ton serioz, por me një nënqeshje të fshehur, shikoje mirë këtë shtëpi. Për 3 javë, unë do ta eliminoj Edin. Do ta shohësh vetë. Alba nuk e mban dot veten dhe shpërthen në të qeshura, duke e parë drejt në sy si për t'u siguruar që ai e ka seriozisht, apo flet me mend? I thot ajo me shaka. Ti? Me plan kundër Edit? Hajde. Tregon si e paske menduar këtë. Labinoti ngre vetullat, i bindur në fjalët e veta. Po, moj, po, vazhdon ai. Do t'i vendos gjithë banorët kundër ti. Do i tregoj të gjithëve se ai nuk është aq i fortë sa duken. 3 javë. Dhe ai del, Alba vazhdon të qesh edhe më fort, tashmë e intriguar dhe e habitur nga besimi që ai ka te vetja. O Labi, ti je i çmendur, i thot duke tundur kokën. S'di nëse e besoj, por më pëlqen si flet me aq siguri. Se dia do ja dalësh, por shqyqyr që na bën me qesh. Labinoti e merr me sportivitet, por vazhdon kokëfortësinë e tij, shikoje dhe mbaje mend çfarë të thash. Unë jam serioz. Brenda 3 javëve, Edi do jetë jashtë. S'ka shans të rri i gjallë. Alba pushon së qeshuri për një moment, e sheh me një buzëqeshje të gjerë dhe i thot, po mirë, shoku, suksese. Nëse ja del, unë po të jap çmimin e lojtarit të vitit. Ata të dy vazhdojnë bisedën mes të qeshurave dhe për një moment tensionet e shtëpisë duken larg, ndërsa Labinoti vazhdon planet e tij dhe Alba e shijon situatën me humor.